Shikues më në informacion, përshëndetje dhe mirë se erdhe, do t'jemi bashkë këtë javë me zhvillimet kryesore. Do të flasim për aktualitetin politik në këtë pjesë. Të parë, ka patur disa zhvillime. Është mbajtur sot seanca e parë e gjyqit në themel ndaj ish-presidentit Ilir Meta, ndërkohë kreu i SPAK ka raportuar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë për punën e një viti pra 2025-ën. Ka patur detajet e reja edhe për skandalin e Akshit dhe akuzat e Berishës dhe të Salianjit për pazare me Ermal Beqirin, por gjithashtu ka patur dhe tjera zhvillime nga politika që ne do të diskutojmë. Me mua studio janë bashkuar avokati Gylsen Zhdima, faleminderit që këtu. Faleminderit për ftesën. Dhe kolegu Mariglen Kume, faleminderit Kume që këtu. Avokat, dua ta nis me ju edhe me zhvillimin kryesor, po themi sa i takon zotit Meta, duke qenë se jeni dhe avokati i tij. Debati sot në seancë është që seanca e tij gjyqësore të transmetohet live. Pse ishte kjo deklaratë e zotit Meta? Duhet kemi parasysh diçka përsa i përket procedimeve penale, por edhe kur të gjitha aktet nga hetimet si dhe në seancë gjyqësore, pasi kalon seancën paraprake, duhet keni parasysh që seanca është publike, që nënkupton edhe ardhjen e medjave dhe ardhjet e publikut tërësi, vetëm po cenohet siguria kombëtare ose është në i përfshirë i miturit në një procedim penal, sigurisht që nuk lejohet të kemi prezencën e medjas. Në të gjitha rastet e tjera lejohet, por gjithmonë këtë gjë ligjvënësia ka normuar dhe ja ka dhënë si një autoritet ose më mirë një autorizim vetë trupit gjykues të mendoj kur duhet të vinë mediat. Duhet keni parasysh që zoti Meta nuk është një individ i cili ka një precedent kriminale, është një person që ka qeverisur vendin, ka marrë pozicione të larta shtetërore dhe raportin e tij e përcjell përmes kamerës me median, pra duke treguar tek opinioni publik të cili gjyq është dhe se si ky gjyq po zhvillohet dhe provat të cilat ka grumbulluar prokuroria a janë ashtu siç duhet apo jo, sepse zoti Meta është politikan dhe ai gjithmonë raportin e ka me elektoratin, nuk është se e ka me vetëm me drejtësinë. Drejtësia, në ato që unë them vazhdimisht, është drejtësia e komanduar për arsye se një dosje e konvertuar nga aspekti politik në aspektin penal. Dhe prandaj themi që gjithmonë duhet të jetë publiku në seanca gjyqësore, por për shkak se salla nuk është kaq shumë e madhe, sigurisht që media luan një rol kryesor për të bërë transmetimin live të gjithë ngjarjes. E qartë, për herë të parë që për arrestimit të tij nga kafazi Burgut, Ilir Meta u shfaq në publik dhe hodhi akuza për proces të montuar. Për të dy kjo pyetje. Mariglen Spari, pse mendon që është shprehur kështu zoti Meta? Pse e ka cilësuar më saktë kështu? Zoti Meta ka cilësuar që në kryet e herës që është një gjyq i montuar dhe se po përndiqet politikisht, duke nisur që nga momenti, po them, i mënyra dhe skena që u bë në momentin që u arrestua dhe po ashtu akuzat e ngritura ndaj tij. Zoti Meta nuk i ka pranuar, pra po them, dhe pretendon se ashtu siç e tha edhe avokati, që ndaj tij nuk ka asnjë akuzë penale ose që të ketë kryer një vepër penale dhe që të qëndrojë në paraburgim të është më shumë se një vit e gjysmë. Në këtë kontekst edhe akuzat e ngritëra apo procesi që është bërë gjatë gjithë kohës ndaj tij, edhe fakti që nuk ju plotësua kërkesa e sotme që seanca gjyqësore ndaj tij ose ky proces të zhvilloi që ai të ishte në të njëjtën bank me avokatët, pra të mos ishte në atë kafazin. Të mos ishte në kafazin prej xhamit, si një person me rrezikshmëri të lartë, por ju do të shikoni edhe Kosovën se si është rasti kur i Pandeur shkon afër avokatit të tij dhe s'ka ndarje midis avokatit dhe të Pandeurit dhe avokati mund të flasë me të Pandeurin dhe anasjelltas që një sekret ose diçka ose një këshill është më afër. Por mos harroni edhe një fakt tjetër, ju duhet shikoni që zoti Meta është shumë rregull nga ana shëndetësore në pikpamja e mendimit, e artikulimit, shikoni sjelljet e tij, pra sepse kishte dalë iluzion në publik, sikur zoti Meta për shkak të burgimit nuk është mirë, nuk ka këtë. Pastaj ne dim shumë mirë që zoti Meta është në burg dhe sigurisht që disa akses të tjera që kishte në aspektin e ushqimit, të trajtimit të këto gjëra, sigurisht që aty në burg do konsumoj aq sa lejohet dhe aq sa ka mundësi edhe burgu të jap, aq sa jep. Edhe në rast se jep, se
shumica në raste familjarët janë ata të cilët japin ushqimin, por e vërteta është që në opinionin publik kishte dalë si një mesazh që shkon nuk është mirë. Urdhro ku e ke shumë mirë nga ana mendore, nga ana fizike, sigurisht secili mund të ketë një mendim tjetër, por zoti Meta është aty. Pra, burgimi ndaj zotit Meta është politik dhe në rastin ne flasim për rastin e Qesdia është një aferë e cila nuk ka lidhje fare me zotin Meta. Pse akuzohet? Sepse ndonjëherë kur drejtësia kërkohet që të vendoset, ndonjëherë kur ti nuk e marr masa që në kohën kur dikush thoshte që shiko ti je, po ti nuk je, po ti në ato kohë nuk të shkonte në mendje që dikush do të vendosë ty një kopil, pra Qesdia është një kopil që ti se kishe në përgjithësi as të maje, as të shikoje diçka. Dhe ti në vend të shkoje të kallëzoje për shpifje për të gjithë ata të cilët kanë shpifur, vjen një moment ku drejtësia e cila quhet e reformuar, jo me regje, e reformuar, pa regji, por regjia ishte vetë zjatimi i Asamblesë së Partisë Socialiste zoti Dumani, që urdhëruar nga zoti Rama për Qesdian, shkoi dhe arrestoi zotin Meta. Pra, ti kur nuk e vajtur në atë kohë, kur ty të thoshin që ti je i përfshirë në një aferë kur nuk ishi përfshirë, duhet bëje kallëzime penale, duhet të bëje përcenim të nderit dinjitetit, për shkaktim të dëmit, sepse Qesdia, në rast se marrim nga faqa 36 të relacionit të prokurorit deri në faqa 75 ose 82 mos gaboj, zoti Meta nuk shfaqet në asnjë nga paragrafet. Thjesht ajo çfarë zoti Meta e bën që të jetë në rastin Qesdia është njoja e më pashme me zotin Ismailaj. Po asnjëherë, asnjë lidhje komunikimi direkt me te për Qesdian, as për vendimarrës të, sepse e vetmi që ka qenë në këtë aferë ka qenë Rebecca Gasting, e cila është një Amerikane që ka pas lidhje me Kastriot Ismailaj, ku Ilir Meta nuk shfaqe fare, në asnjë dos, në asnjë gjë. Ai akuzohet edhe për lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara. Edhe te lobimi LSI-s, edhe te lobimi ta garantoj unë ty, nga faqja 85 deri në faqen diku te 100 e sa, 200 e sa, shkojmë aty dhe themi, zoti Meta nuk përfshihet tek asnjë, sepse tek lobimi ka qenë zoti Meta ikte nga kryetari i LSI-s, president republike, në atë kohë vinte zonja Kryemalli. Po ashtu, në të njëjtën kohë, zoti Meta, kur bë reforma në drejtësi, të gjitha komunikimet me senator konkrezmen amerikan janë bërë përmes zyrës së... Ka qenë kryetar parlamentin, mos gaboj në atë kohë. Parlamenti dhe janë bërë të gjitha për reformën në drejtësi përmes ambasadës amerikane në Tiranë, ku edhe vetë zoti Donald Lu ka thënë që po çdo takimi zotit Meta në cilësinë e kryetarit të kuventit ka ndodhur në Amerikë përmes zyrës së rrugës së Elbasan, që është ambasada amerikane, dhe jo lobime të GSIS-të të tjerë. Pra, në rast se prokuroria do të bënte një hetim të qartë, dihet që edhe te lobimet, por edhe tek rasti i Qesdia, zoti Meta nuk përfshihet. Edhe një fakt tjetër që duhet të them për sa i përket 3 akuzave ndaj zotit Meta, të 3 akuzat kanë një element kryesor, veprime aktive të pandeurit. As të lobimit nuk ke veprime aktive të pandeurit. As të telefoni zonjës Kryemadh nuk ke veprime aktive të pandeurit. Pra Meta flas. As tek deklarimi nuk ke veprime të pandeurit, sepse kur flasim për deklarimet, personi i cili është subjekti posaçëm ma përgjegjësi për veten e tij. Pavarësisht se ka përgjegjësi edhe persona të lidhur me te, po ai nuk mba çfarë deklarojnë ata për deklarimet e tyre, po mba përgjegjësi vetëm si person dhe subjekti posaçëm. Prandaj të 3 akuzat bie njëra pas tjetrës dhe ai është gjyq politik dhe po të 70.000 faqe, dhe mos harroni një fakt tjetër, tek 70.000 faqe, çuditërisht zonja Irena Gjoka ishte vendosur po ajo që të shqyrtoj në seancë paraprake Qesdian, kur ajo ka sekuestruar në 2015 në gjykatën e krimeve të rënda gjithë pasurinë e zotit Kastriot Ismailaj. Si ka mundësi, ka shumë e çuditshme, e njëjta gjyqtare aty, pra e njëjta, dhe po mos harroni edhe një fakt tjetër. Po zoti Dumani është ai i cili është marrë në kohë ka qenë prokuror në departamentin e financave ose të krimit ekonomik, si quhet në atë kohë, që ishte marrë me hetimin e pasurisë së zotit Kastriot Ismailaj. Pra si ka mundësi, mirë gjykatësi rastësi, po edhe Dumani rastësi, dhe Dumani ka marrë dosjen, mirë e ka majt 100 vjet, e ka përcjell, nuk e di unë ku e ka përcjell, dhe në fund fare u kujtu dhe tha,
Ua, tani kemi një vepër penale. Po ti e di që të mbyen 15 që ty nuk të shfaqte Ilir Meta në asnjë nga faqet e 70.000 faqe që ke. Si të doli Ilir Meta aty? Dhe pastaj mashtrimi tjetër të letër porosive ka qenë, ju lutem mos tregoni dhe mbajeni sekret sepse ne kemi kërkuar të dhëna. Si bën ti ma sekret të dhëna? Kush je ti? Dhe përveç kësajt, kanë detyruar bankat amerikane duke dhënë të dhëna dhe të dhënat nuk dalin. Pra, pse nuk dalin? Sepse nuk del Ilir Meta. E qartë. Për shumë e qartë kjo gjë. Këtë gjë ka bërë zoti Klapi, zoti Dumani dhe zoti Kraja. Dhe në pyetjet fundit në lidhje me këtë temë, avokat, sa mund të zgjasë gjyqi ndaj Ilir Metës? Tani, s'mund të paragjykoj sa mund të zgjasë, tani, sigurisht të zgjasë, se gjithë provat do të sillen aty, do të pyeten... Pra nuk keni një parashikim se sa është koha e nevojshme? Nuk ka një parashikim, se është edhe gjithmonë në varësi. Do të thirren dëshmitar personave? Do të thirren dëshmitar të në varësi gjithmonë. Së pari duhet të shkoni këtë gjë. Përpara do flasi prokuroria. Ajo do të japë parashtrimet e veta, pastaj edhe mbrojtëse s'është nuk është zoti Meta. Shikoni, e gjithë barën për të justifikuar të gjithë situatën që ka sjellë zotin Meta aty ku është brapa, është zonja Kryemadhi. Ajo ka barën kryesore të sjellë dëshmitar që të thotë që edhe vetëm nga dëshmitë që do të vinë nuk rezulton zoti Meta, por për shkak se është kapur telefonin e zonjës Kryemadhi, e kanë konvertuar zotin Meta të përfshirë në gjithë këtë situatë. Pra, zonja Kryemadhi është ajo që do të shikoni ju se si të gjitha ato akuzat që kanë ardhur tek zoti Meta. Pra ju po thoni që akuzat që janë adresuar zotit Meta janë përmes Kryemadhit dhe duhet jenë për Kryemadhin. Pra, janë për zonjën Kryemadhi akuzat, nuk janë për zotin Meta. Zoti Meta është përfshi sepse duhet goditet politikisht dhe si goditet një person politikisht përmes procesit penal. Kjo është drejtësia e reformuar që kanë bërë, vetë këta e kanë bërë, po kjo është e vërteta. Ka i gjë këtu që donë Etelina qoftë për edhe në perceptimin publik, por mbase edhe të gjyqte organi akuzës, se tash kjo marrëdhënia që vendosin dy persona të cilët kanë deri një vit më përpara ishin bashkëshortë 30 vjet martuar. Dhe kanë bërë dhe kanë xhirë në 3 fëmijë në jetë të vazhdim. Tani nuk është pak e pabesueshme kjo gjë se dikush vepron në komplet në zoti Meta dhe zonja Kryemadhi akuzojnë për të njëjtat akuza? Akuzojnë për të njëjtat akuza? Të paktën zonja Kryemadhi po të ishte ashtu siç thuhet, mirë, duhet ishte arrest në shtëpi, të paktën. Është detyrim paraqitje. Po të dy kanë të njëjtat akuza. Dhe zonja Kryemadhi shfaqet të gjitha komunikimet. Vetëm zonja Kryemadhi. Në asnjë nuk ke zotin Meta. Duhet marrin zonjën Kryemadhi. E tha pra që të gjitha akuzat. Edhe një herë po të them, pse Spaku ka vendosur detyrim paraqitje ndaj zonjës Kryemadhi e të tjerëve aty në procedim, dhe zoti Meta është në burg. Akuzon të gjithë për të njëjtat vepra penale. Po, a ke formën në bashkëpunimit? Po, se secili ka bashkëpunuar, supozojmë. Po nuk ke element veprës penale të bashkëpunimit. Shiko. E këto që po të them. Pra, telefonit ku t'ja sekuestruan? Masa sigurisht arrest në burg, masa sigurisht arrest në burg, është si një mas, po them, dëgjoj. Është si një masë e cila jepet... Kur? Kur të bën qoka? Jo kur bën qoka, por kur ke një rrezikshmëri të lartë për të prishur, për të ndikuar në proces. Më fal, zonja Kryemadhi, a ishte 2022, ishte deputete zonja Kryemadhi. Si një partie dhe që është person më me pushtet. Zonja Kryemadhi në atë kohë ka qenë deputete. Ka qenë zoti Meta. Zonja Kryemadhi ka qenë deputete në atë kohë. Po mirë, ndikimi më të madh kush e ka, deputeti apo kryetari i partisë që është pa deputet? Nuk ka të bëj fare. Zonja Kryemadhi ka qenë deputete. Ka qenë deputete zonja Kryemadhi. Në momentin e masës sigurisht ka qenë deputete. Dhe i dhë detyrim paraqitje. Ndërsa zoti Meta nuk ka qenë në asnjë funksion. Marigleni nuk kupton që ka më shumë influencë dhe ndikim zoti Meta dhe më shumë në perceptimin publik Meta ka influencë. Jo vetëm në perceptim publik. Po jo vepër penale, sepse edhe vetë Spaku në kërkesën për gjykim thot influenca thot. Por influenca nuk konvertohet në vepër penale. Deri në përfundim të procesit. Dhe të gjithë dëshmitarët, influenca për të ndikuar në procesin gjyqësor. Edhe një herë. Po si do të ndikoj? Si do të ndikoj? Nuk e prisho provat me Po nuk i ka prish kur ka qenë në hetim, si do t'i prishi tani? Dhe madje pse do prishi prova kur provat janë në favor të Ilir Metës. Pa që kemi nxjerrë në 3 konferencë që kemi pas here. Të gjitha dëshmit. Romeo Kara, Elvis Mata. Elvis Mata akuzonte Romeo Kara.
Kastrioti Ismaili në Burg thoshte, jo, nuk ka lidhje Ilir Meta. Romeo Kara dhe Elvis Mata i kena lidhje me njëri tjetrin. Qartë. Pra si për shembull ja më thotë, dikush më thotë, si do prishi provat ku provat janë në favorin e tij. Atëherë pse është kjo situatë? E dini çka ka ndodhur te rasti i lobimit? Te lobimi është kjo. Faturat kanë shku me numra të ndryshme dhe jo me ato numra që pretendon SPAK-u. Atëherë përse është në Pse? Burg Sepse zoti Meta? zoti Meta duhet jetë në Burg, që zoti Dumani, zoti Rama të kënaqet, është shumë e thjeshtë kjo. Çfarë mendoni ju zotin Meta? Një politikan që sapo doli në politikë sot edhe hajde po bën ndryshime, influenca, e tha. Ka influencë politike. Pra provat që ka influencë politike, po ju të prish prova. Po ka influencë politike se mos harro. Zoti Meta ka qenë nga 1992 në politikën shqiptare, ka qeverisur vendin pothuajse 34 vite. LSI-a ka qenë partner të dy partive kryesore në vend. Pra, zoti Meta nuk është se doli nga politika sot dhe erdha u futa unë çuna Arben e Gjo. Pra, gjyqi i zotit Meta është politik tërësisht për të kënaqur Altin Dumani, Kraja, Irena Gjoka, të gjithë këta që të kënaqin atë që kanë dashurinë e madhe që kanë Edi Ramën. Po Edi Rama jam i bindur që do t'i bëj statistik. Këta temra që përmenda do t'i bëj Edi Rama statistik. Dhe jam i bindur për këtë që po them. Por në rastin e zotit Meta, zoti Meta në rast se del fitimtar të kjo betejë, jam i bindur që do të ketë një sukses të jashtëzakonshëm. Mendojnë që do ketë sukses? Zoti Meta ka suksesin sepse të gjitha provat janë në favorin e tij. E kuptoj. Mariglen, ke diçka për të shtuar se dua të kaloj në një tjetër tematik të shfrytëzoj minutat? Kalojmë sepse do të jetë një njëjti debat. Pikërisht. Ndalemi tek raportimi kreu të SPAK, Lodian Braho, për punën e bërë nga prokuroria e posaçme për gjatë një viti. Ai theksoi se korrupsioni vijon të mbetet problem shqetësues. 45.4 milion euro pasuri të sekuestruara dhe të konfiskuara. Çfarë tregon kjo për punën e SPAK? Jo vetëm kjo shifër. U lodhën shumë duke sekuestruar. Shiko, nuk është në ndonjë, po them, u bubu e madhe, ndonjë vlerë shumë e madhe për të justifikuar deri diku investimin e bërë dhe besueshmërinë ose besimin, pritshmërinë që kanë qytetarët te ky institucion. Sigurisht, ajo që vlen për të përshëndetur ose për të mbështetur në fakt është se kanë ardhur kryesisht me rritje të performancës së tyre. Në këtë aspekt, kjo fakton edhe atë që krimi ose këto veprat korruptive nuk janë aq lehtë për të zbuluar dhe për të çuar përpara ligjit, por kërkojnë kohë. Dhe nga të dhënat që kemi marrë të paktën jo më larg se sa të shtunën, pata edhe një raportim, pata një kronik këto në Macena TV, që vetëm për 4 muajt e 2026-ës, SPAK ka arritur statistikat, pra ka arritur që të sekuestroj dhe konfiskoj të njëjtën vlerë pak më shumë se sa sekuestroj punën e një viti. Pra, e ka superuar në 4 muaj. I referohesh sekuestrimeve të akshit në rastin konkret, apo jo vetëm? I referohem, po themi, të paktën 74 pasuri, mos gaboj me shifrat eksakte, që kishte deri në mars të këtij viti, dhe shtuar këto raportimet e fundit bashkë me 12 milion euro pasuri nga Jetmir Pepaj që u sekuestruan, shtuar edhe 20 milion euro të grupit të strukturuar kriminal të akshit. Pra, pothuajse kemi arritur e kemi tejkaluar vlerën të cilën sekuestruan në vitin 2025. Pra, kjo është diçka që meriton të inkurajohet për vazhduar më tepër. Problematikë mbetet të numri ullët i konfiskimeve. Pra se, dakor, sekuestrohen, por që duhet një punë e mirë që prokuroria t'i vërtetoj që këto janë krijuar me burim parash të palishme, të vëna nga prej aktivitetit të krimit. Këtu, SPAK, po them, prokuroria e posaçme është me shifra goxha drastikisht më të ulta se sa sekuestrimin, që ka nevojë për përmirësim të themi dhe që
Sigurisht se jo thjesht për statistika, por kjo ndikon drejt për drejt në mirë jetesën e qytetarëve shqiptarë, se duke bërë këto do thotë që ti ke goditur në themel një grup strukturuar kriminal, ke goditur në themel një organizat kriminale që operon në punët publike korruptive, pra si që ishte rasti i Akshit, që ishte kombinuar edhe me krim të po them të rëndom pengmarrje të gjitha këtë, por edhe me korrupsionin që ishin me tenderat publik në agjencinë, në Autoritetin Kombëtar të Shoqërisë së Informacionit. Pra, nëse të dyja këto punët ecin mirë, pra po themi edhe të korrupsioni edhe të krimin organizuar, sigurisht do kemi një demotivim dhe do po themi një frenim të korrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse deri më tani është e kundërta, pra po kthehen balancat e modelit ekonomik. Avokat, Braho, janë zbuluar skema komplekse të pastrimit të parave. Një koment për të, se dua të pyes pak edhe në lidhje me mandatin e prokurorëve të SPAK, po e vazhdoj pyetjen. Do të sjellë ngadalësim në hetimin e çështjeve për fundimi mandate, thë ai. Dhe a duhet që prokurorët e SPAK të kenë të drejtën për një mandat të dytë? Duhet kemi parasysh diçka. Rasti i konfiskimeve dhe sekuestrimeve, për një koment të shkurtër, tregon qartë si dështimin e prokurisë të posaçme për të luftuar krimin organizuar. Kjo është treguesi i qartë që vetë prokuroria e posaçme është fokusuar vetëm te korrupsioni dhe përsëri te korrupsioni nuk ka bërë sekuestrimet e duhura për të na treguar ne si popull atë fushat të madhe që do t'i sekuestrojmë të gjithë pasuritë e vjedhura do shkojnë në buxhetin e shtetit dhe populli do pasurohet. Ky është një mashtrim publik dhe uroj që qytetarët të kuptojnë që ato janë statistika të cilët ndryshojnë her pas here për arsye se duhet të kënaqen disa institucione ndërkombëtare që të thonë të paktën ne punuam. Por e vërteta është ato që ti sekuestron, bën një proces të rregullt ligjor dhe pastaj bë konfiskimin, apo thjesht edhe ato mbeten statistika. Unë jam i bindur që mbeten statistika dhe e çuditshme e gjithë këtyre sekuestrimeve dhe konfiskimeve që kënaqen shumë njerëz të pushtetit ekonomik, ju e dini qëndrimin tim për pushtetin ekonomik në krahasim me pushtetin oligarkik, mos i bëni shumë fresk sekuestrimeve kur SPAK-u bën ndaj pushtetit oligarkik, sepse në fund fare do i përfshi dhe ju brenda që jeni të pushtetit ekonomik dhe pastaj nga shumë lavazh që keni bërë SPAK-ut, do ju marrë dhe juve dhe do ju bëj statistik. Përsa i përket tani pjesës atyre që ne themi vazhdimisht rolit të prokurorëve që janë në fushën e betejës për të marrë një mandat, për të kuptuar a janë më shumë se 9 vite me radhë. Do të keni parasysh diçka. Ligji apo më mirë një reform kur bëhet për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar kërkon në çdo vend të botës një institucion të posaçëm sepse duhet të ketë një ruajtje të posaçme për shkak të konfliktit që futet vazhdimisht me pushtete të ndryshme. Përsa i përket mandat 9 vjeçar po të prokurorëve të cilët duhet të zhduken, pra janë 20 duhet të ikin në shpinën e tyre për mendimin tim. Pra po thua që të kenë të drejtën vetëm një herë? Një herë duhet të kenë të drejtën, pastaj të zhduken, të ikin në shpinën e tyre, të ikin ku do për mua. Por për shkak se sistemi është i tillë, do të futen me një deputet, njëri, një ministër tjetër, të bëhet kështu shërbëtor të Partisë Socialiste. Për këtë nuk kam asnjë dyshim për këtë gjë. Kurse për pjesën tjetër, a do të ikin këta, do vinë disa të tjerë, për mendimin tim, manuali është i njëjtë, po të njëjtat figura të dopta do jenë, figura të cilët do bëjnë sikur po bëjnë statistika dhe në fund fare do t'i bëjnë shërbim interesave të tyre personale. Për mua nuk ka vlerë godina. Për mua ka individi prokuror që është në atë godinë. Në rast se ai është implikuar me pengmarrje, 2 me interesa familjare dhe 3 me interesa pushtetit ekzekutiv, asnjëherë ai prokuror nuk do të sjellë asnjë risi në Republikën e Shqipërisë. Ju a garantoj, edhe ata tjerë të vinë. Edhe kush do t'i shkojë, edhe mandatit t'ia zgjasësh, edhe 100 vite të rinë aty brenda. Jo, kur ke këto 3 pika, ta keni parasysh që prokurorët nuk do të jenë ata të cilët do të zbatojnë ashtu siç duhet ligjin, sepse mos harrojmë, ne shqiptar jemi. Tani në rast se ti mendon si shqiptar që erdhe edhe u bëre zvicerian, jam dakord të heja ta negociojmë.
por tani në shqiptar jemi e dim shumë mirë, por unë uroj që prokurorët të posaçëm të zgjojnë nga gjumi dhe mos bën statistikë e Partisë Socialiste. Në rast se ata duan të bëjnë statistikë e Partisë Socialiste për t'ju azgjatur mandatin 9 vjeçar e të rrinë aty me karrike dhe 100 vitetarë, nuk është problem, por është e sigurt që drejtësia që presin qytetarët shqiptar nuk do të jepet kurrë. E qartë. Mirë, do shkojmë shumë shkurt në reklama, kthehemi përsëri në transmetimin drejt për drejt. Vjen flasim për aktualitetin në vend, edhe një pyetje sa i takon, po themi, bilancet të SPAK për 2025, sa i takon debatit Mariglen për numrin e lartë të arrestit me burg. Braho tha se kjo është masa e fundit që merret nga SPAK dhe se gjatë 2025-s pësoi një ulje me 53.4%. Ai përgjigjet kjo shqetësimit të kryeministit Rama? Shko, më parë se sa shqetësimit të kryeministit Rama, po them, këtë çështja e paraburgimeve është bërë edhe një shqetësim nga raportet që vinë nga vendet partnerose dhe nga Bashkimi Evropian që ka trajtuar si shqetësim. Sigurisht i përgjigjet deri diku, por po them nuk duhet të shqetësohemi ne se u arrestuan disa politikanë dhe janë disa politikanë pas hekrave dhe të qajmë paraburgimin. Sigurisht që jo. Kjo është më tepër fenomen edhe të qytetarët e thjeshtë. Kupton, sepse masa më thjeshtë është që edhe prokurori për të justifikuar statistikat e veta kërkon masën, po them, më të ashpër, po them, sepse masa më ashpër kjo është paraburgimin kur vendos masë sigurie. Dhe në këtë mënyrë kjo ishte kthyer në vërtet në shqetësim dhe ishim bërë si delazez Shqipëria. Në këtë kontekst është një lloj reflektimi, megjithatë ka një zhvillim që pritet ndodhë dhe kjo pastaj do ta ndryshojë komplet atë çfarë ka ndodhur, sepse presim vendimin e gjykatës lartë për të unifikuar po them vendimet sa i përket çështjes paraburgimeve që po ashtu ka vënë për shumë debat, megjithatë mund shkojnë pra drejt varet se si do shprehet gjykata e lartë se si do e lejë këtë, po them, këtë praktik pune. Ndërsa sa i përket statistikave sigurisht është, po them, është një reflektim, por duhet kemi parasysh edhe diçka që është një lloj konsolidimi, po konsolidohet edhe prokuroria e posaçme si institucionet të reja që ishin, tani gradualisht po fiton edhe eksperiencën, por edhe pjekurinë institucionale që mund të, pra, është logjike që do vinë drejt përmirësimit. Duhet prek pak edhe pyetjen që bërë para reklamave që i bërë avokatit për mandatin e dytë të prokurorëve, që shiko, po të kemi parasysh edhe, po them, këto kufizimet, edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka të drejtë 2 mandate. Por kjo edhe për prokurorët e SPAK apo që të mos merret a priori që të zgjatet, por të jenë pjesë e nënshtrimit të një konkursi dhe kriteret e konkursit që të bën të jenë të tilla që të mos disfavorizohen prokurorët dhe gjyqtarët të cilët janë jashtë SPAK-ut, por duhet matur, sigurisht duhet jetë si kriter thelbësor rezultatet që kanë patur në hetimin, në goditjet që kanë bërë. E vërtet edhe kjo, po duhet të shtoj të rezultatet, duhet të shtoj një kriter të posaçëm që mendoj unë, është në rast se ke dështuar, të sekuestrojnë pronat e prokurorëve. Në rast se ke dështuar? Në rast se ka dështuar në rezultate specifike, 2-3 procedime sa ka, të sekuestrojnë pronat prokurorëve dhe në fund fare të sekuestrojnë edhe pasuria në kuptimin e pensionit kur të dalë në pension. Që të shikojë se si është situata kur ti dështon, thjesht të gjitha ato i shkojnë në faturë shtetit shqiptar, jo, nuk mund të jemi kështu. Duhet jemi me standarde. Bëre hetim, shkoj deri në fund, nuk u kthye. Nuk vendos një gjykat kundër teje, shumë mirë. Ja vlen si prokuror. Në rast se dështove, po, pasuria jotet konfiskohet dhe në fund fare pensioni mos ta marrësh të plot, ta marrësh të pjesëshëm. Po edhe nëse atë pasuria ja japun 100 mandate të rinë aty brenda. E kuptoj. Ja mban
Aja mban. Po mirë, Është pak drastike kjo, është... Si, me fut tjetër në burg që ka bukur, e pastaj prezumimi pa fajsis. Deputetin pse e bën me imunitetin që nuk pikërisht, bërë pra, Sa duhet të bukur, po edhe deputetit ja ishte imunitetin, nuk është se e mba deputeti imunitetin nga mjes deri në darkë. Sepse ai normon ligjin. Ai normon, deputeti normon ligjin, ndërsa prokurori zbaton ligjin. Pra ne I kemi dhënë prokurorit atributet të... Një sekond, deputeti normon ligje. Po. Mirë, deputeti nuk është zbaton ligj, sepse është normuesi I ligjit. Edhe duhet I zbatojë. Edhe njerë, deputeti në sallën e kuvendit normon ligje. Jam shumë e qartë. Tani çfarë bën qytetari thjesht le të zbatojësh punën edhe përgjegjësia e tij. Ndërsa ai që ke aty, ajo karrike aty, ai duhet të zbatojë, jo të abuzojë. Këtë gjë duhet të ndajmë në këtë republikë. Këtë duhet të kështë thënë. Ai ta zbatoj ligjin të rrinë 100 mandate, por kur abuzon, ti konfiskohet pasuria dhe nesër pensionit ta marrë të pjesëshëm. E mos them mos marrë fare, por gjithsesi është muhabet tjetër. Sepse e them këtë, se të rezultatet është rasti, këta I bërën pyetje, a do pish kafe me mua si kur ishin të shkolla, edhe po flitshin njëri me tjetrin ku po zgjidheshin zotin Bravo. Kupton? E kupton në cilin nivel jemi. Ky është nivel I ulët. Dhe prandaj them konfiskimi I pasurisë të çdo prokurori që abuzon dhe të çdo prokuror dhe gjyqtari I cili merr vendimarrje kundër buxhetit të shtetit dhe në fund fare të marrë pension të pjesëshëm. Dhe uroj në një reformë kur të bëhet ta vendosën si normë. Mirë, do ndalemi tani tek skandali Akshit. Kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar se grupi Akshit me urdhër të Ramës ka bërë sulmet kibernetike në kadastër dhe ka tjetërsuar titujt e pronësisë. Një akuzë shumë e fortë kjo, Mariglen, për të gjithë qytetarët që e kanë një pronë. Shiko, po të kesh parasysh, diku nga dhjetori, neve e kemi bërë si denoncim këtu në MCN, sepse sistemet që janë bërë për Akshin, gjitha kompanitë të cilet e kanë bërë janë po këto të cilet janë cilësuar grupi strukturuar kriminal I Akshit. Dhe sigurisht këto I kanë patur të dhënat, I kanë pasur të gjitha akseset për t'i bërë një gjë të tillë. Dhe sinjali I parë që kjo ka ndodhur ishte pikërisht me pronat e Agasit. Pra, kur nxorri dosjen e dytë pra prokuroria me sekuestrimet e pasurive, aty kishte të dhëna që nuk korrespondonin veprimet me regjistrin notarial dhe agjencinë dhe me kadastrën. Kështu që këto veprime janë bërë dhe dyshimet të forta janë që mund të kenë ndodhur në mas dhe jo vetëm në rastin konkret, por të jetë edhe në disa vendet të tjera të Shqipërisë, po them kryesisht këto zonat e lakmuara të Bregdetit. Këto janë edhe informacionet të cilat kemi mundur t'i marrim nga Partia Demokratike pa u shprehur me raste konkrete, sepse po ashtu ata kanë departamentin e vetë të cilët janë në fazë verifikimesh edhe mbledhjes të informacioneve, por ajo çfarë nxorri Akshi e bën më të besueshme gjën që ky mund të jetë kthyer në një fenomen gjatë këtyre viteve dhe kjo është një tjetër kamban alarmi sepse bëhet fjalë për pronat e qytetarëve. Pra siguria juridike, po them, siguria e pronës nuk ekziston në vendin tonë dhe kjo mund të sjelli konflikte të reja. 6 shqiptarët kanë mbi 35 vite që vuajnë dhe vriten për gardhin e pronës e tyre, për pronat e tyre. Kjo mund ta zgjeroj edhe më tepër këtë pjesë. Kështu që është kritik, është delikat si informacion, edhe për ta thënë sepse duket sikur ngrej një alarm shumë të madh, po përderisa u konfirmua nga prokuroria e posaçme, ka shumë informacione të dhëna që mund të jetë kthyer në një fenomen nga ky grup I strukturuar kriminal, dhe kjo është shumë e rrezikshme. Sa të sigurt janë titujt e pronësisë tek ne, avokat, me këto që thot Marigleni dhe me akuzat marrshkas nga ato që kryetari I Partisë Demokratike ka thënë? Asgjë nuk është sigurt në këtë vend kur ju e shikoni që se si keq qeveriset vendi nga një parti e cila në fund fare përgjegjësinë e kanë të tjerët përveç institucionit shtetëror që ajo drejton. Shumë e rëndë të thuash që asgjë nuk është sigurt në këtë vend, avokat, se na ndiqen shumë veta dhe unë e them me plot bindje këtë gjë. Këtu ke pasiguri, këtu edhe lëviz jashtë, këtu bëhet hataja. Edhe policia zgjohet pas 1 orë edhe thot doli viktima X, po thjesht nuk parandalohem asgjë. Kjo situata kur ke 13 vite dhe qeveris një parti dhe të paktën
për një goditje që bën në Rinas dhe nuk pati moralin, një drejtues policie të japi dorëheqjen, një ministër të japi dorëheqjen, ju shikoni se si vriten qytetarët shqiptarë, jo më për pronat, por këtu vriten në mes të rrugës. Pra, nuk është a jemi të sigurt, sepse siguria kupton një tjetër këndvështrim dhe do shumë elemente të tjerë të thuhen, po duhet të jepni pak më pragmatist, mendoj. Pyetja është kjo, për mendimin tim. Në të njëjtën kohë plasti rasti Balluku, në të njëjtën kohë rasti Akshi. Kush të më rënda nga të dyja, Balluku apo Akshi? Për mua ishte Akshi, jo Balluku. Po pa diskutim. Po pa i më dhënë mbështetje Balluku në kuptimin, pa justifikuar. Po implikohen shumë institucione. Po jo, çfarë? Një sekond. Po çfarë ishte lajmi i fundit? Balluku. Iku Akshi. Pse? Sepse është loja politike që luan vetë manuali 1944, që të tregoj që se si ne tani në këto momente duhet të shdukim një person që po bëjmë si kur po e mbrojmë, rasti Balluku. Nga ana tjetër kishte rasti Koqiaj që përsëri po e mbronte Rama duke thënë Varfanjak është krejtë dhe ne ishim Kaçanaj, edhe ajo mund të jetë pa shtëpi, ku e di ti. Po mundet edhe ajo mund të jetë edhe pa shtëpi, pavarësisht se ngatrova emrin, po mund të jetë edhe ajo pa shtëpi. Po gjithsesi s'ka rëndësi sepse prap ne do bëjmë solidaritet ndaj njëri tjetrit që t'i blejmë edhe asajt edhe në shtëpi edhe kush të Partisë Socialiste nuk ka shtëpi, t'ia blejmë. Po më e rëndësishme është kjo. Se a folët për titujet e pronësisë? Po patjetër. Pra, t'i blejmë edhe në shtëpi këtyre. Pra, s'ka shqiptar të shtëpi, t'ia blejmë këtyre. Po prandaj, pra si ke të sigurta, po të paktën Rama tha. E kuptoj. Po pra Rama tha t'i blejmë kësaj këtu, e kupton që ka bërë hatan këtu brenda, kështu sipas të thënë me të. Dhe pastaj doli tjetër gjë se ne kemi faktuar dhe me kronikat që kemi transmetuar. Tani kush ka mashtruar këtu? Pra media ka mashtruar? Dhe pse rasti saj duhet ishte lajmi jo i fundit dhe t'ishte rasti Balluku i pari dhe jo rasti i Akshit si grupi strukturar kriminal. Është shumë e rëndësishme kjo gjë dhe kjo do dali më vonë. Pse? Se zoti Rama te rasti i zonjës Balluku donte të dukej si po e mbron politikisht. Që t'i japë mesazh brenda partisë që unë jo mbroj, nuk i lëshoj. Se rasti Ameta ishte lëshim Tahiri, lëshim pa justifikim, sepse ishte ai rasti i famshëm, integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Sovjetik, Europian, korrigjo. Pra, ishte gabim nga ana e zotit Rama, e kupton. Dhe nga ana tjetër, patëm rastin e zonjës Balluku, pra negociatat u ndaluan, pra nuk është se kam në lëvizje të vinë disa djemë dhe vajza me disa çanta nga mrapa duke bërë teknokratët në institucionet shtetërore në Republikën e Shqipërisë. Pra si ka mundësi, pra është disa kontradiktore, nuk dalin shifrat. Dërsa nga ana tjetër, lajmi i Akshit duhet ishte lajmi ditë për çdo qytetar shqiptar. Sepse tapi nuk marrin, shërbime nuk marrin ashtu siç duhet. Edhe grupi strukturar kriminal nga drejtësia e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Pra, jemi në situatën ku rasti Balluku, rasti Akshit janë telashe të brendshme apo mosmarrveshje për shkak të humbjes së fuqisë të brenda grupeve të ndryshme në Partinë Socialiste. Lufta brenda llojit. Mos ma shkëpusni rastin Akshi si një rast, një fenomen i veçantë, ndërsa me rastin e zonjës Balluku. Ajo që u godit më shumë nga lajmi i fundit gjatë kohës tetor, këto ishte zonja Balluku, ku ndërkohë nuk duhet. Pse? Ashtu si e flasun gjithmonë parimisht ashtu, sepse ajo maksimumi i dënimit ishte 5 vjet. Tërsa këta shkojnë nga 15 vjet secili. Për shkak të akuzës. Shkak të akuzës. Pra, grupi strukturuar kriminal, këtë duhet kuptosh. Po. Kualifikimi shumë i rëndë. Si merresh ti me zëvendës kryeministren? Kur ty, po në të njëjtën kohë, brenda oborrit ka qenë edhe njëra edhe tjetra. Po kush është më i rëndë? Grupi strukturuar apo kjo tjetra? Pra, e gjitha kjo çfarë ka ndodhur në këtë situatë që jemi, është që pikrisht zoti Rama din shumë mirë, si me rastin e zonjës Balluku të duket trim që unë e mbrojta ndërkohë integrimi Europian 0, dhe jam viktima edhe kësajt, shkreti, dhe rasti i Akshit, edhe kësajt trim se po e mbroj, po viktim se nuk e di asgjë, a kupton? Thjesht të gjithë të tjerët kanë bërë vjedhje nami, së Shqipëri jemi, e kupton? Tërsa asgjë ai shkreti. Ndërkohë, e kuptoj shumë qartë. E kupton se në herë kur je avokat duhet thosh duhet jem edhe doktor i dosjes. Pra, në rastin konkret, edhe titujt e pronësisë të shqiptarëve nuk janë të sigurta, po. Po nuk janë të sigurta, asgjë nuk janë të sigurta. Do t'ju them një rast konkret.
O shqiptar të dashur, ju japin ato letrat e legalizimit, ju a garantoj unë, do ju marrin votën dhe nesër që do të bëjnë, do futen prap administratë dhe do të shfuqizojnë një nga një. E di pse, se mund ta japin ty duke shkel ligjin, ku e di ti? Thot në fund fare kadastra thot, unë mund ta lëshoj, unë nuk mund ta shfuqizoj, po unë e çoj në gjykatë për pavlefshmëri akti. Bëhet. Njëra për se ti bën pjesë në disa konventa dhe disa Me këtë që jemi kaluar Kandaharit, sepse nuk më duket normale. Shko. E pe atë rastin si thanë atit, ndërto ti, mos ke meraku ishte të kthefi, mos ga bëjnë, ndërto ti, mos bëjnë meraku. Avokat, po është shkele shumë mbrojtur, ishte zonë e mbrojtur. Kështu është marrin votën, edhe pastaj do i plasë paketa e malëve, po, nderuar, do të shikosh realitetin. Jo, do të shikosh gjykatat administrative. Besoj ligjit dhe letrës. Po, unë besoj shumë mirë dhe unë e di çfarë them. Pse ti mendon se gjykata, mos e merr shembull atë. Nuk e çfuqizon ligjin e legalizimit. Problemi copën e letrës së legalizimit që ta në shqiptarët. E çaj bëjnë? Japin letrën legalizimi, e shkojnë fund fare, e nxjerrin rastin sikur do bëhet shpronësim. Ha? Që more tani letrën e legalizimit? More letrën e legalizimit. E të del njoftimi për shpronësim. Ligjin, ky është ligji. Edhe rasti më i bukur. Ja merr privatit, ja çon shtetit, edhe ja jep privatit. Jo, qytetarët kur ta ndjejnë, më kupton, kur t'i vi flakat e dera, atëherë do na kuptojnë ne avokatëve. Se kur flitshim ne. Kjo është problemi që ta shpjegojnë atë. Pra, marrëveshja po marrë rastin, kjo ligji i ri që bërë me ligje të posaçme, që bëhet shoqëria aksionere midis shtetit dhe një kompanie private, është pak a shumë kjo, që merret toka, kur është një tokë publike, ja çon publikut edhe ja çon prapë një kompanie private. Publike dhe private, e merr pra ti e shpronson gjëra për të mirën publike, sepse ke kompani shtetërore brenda, po them rasti Kajo. Ndërkohë bashkë me Kajon është edhe Timaku që është kompani tjetër. Rastin konkret, a ishte ligj ky që më të thash unë ty? Po ky është ligj më zotrin. Pa the konventa, më the janë konventet kështu gjëra. Kështu është më vëlla, ja merr privatit, ja vjedh, ja grabit. Ja çon vetë shtetit vetë, në fund fare nga vetja vetë ja çon një privati tjetër. Kush ja cenoi sigurinë juridike? Unë apo Ky është problem. Grupi strukturar kriminal partijak. Ky është problem. Edhe njëherë ju them qytetarëve, ta kuptojnë, mos u gëzoni me copën e letrën që ju sjellin para zgjedhjeve. Po me çfarë do të gëzohen shqiptarët? Me copën e letrës me shteti juridik dhe siguria juridike, e kuptoni ku jemi? E kuptoni ku jemi? Ka humbur qëllim më zotri. Ai të vritet ty në mes të rrugës, e heq nga policia shteti ai sepse goditi vilën e Enverit. A kupton tani? Ai në Rinas bën një hatan aty. Jo të merrte avionin ai e të shkonte me në Europë aty. Kush do mbante përgjegjësi pastaj? Më kupton? Edhe më thoni mua ju për titullet e pronësisë. Ore na mi bëhet më. E di çfarë del kadastra. Ti merr një certifikat sot, nesër të vjen një letër dhe thotë ty nuk ke certifikat. Më ti, unë kam certifikat, si ti nuk e nxjerr. E di pse ndodh kjo? Se janë militantët brenda partisë. Mirë, heq njëri fut tjetrin edhe është bërë kadastra si mos them në një fjalë tjetër tani. E pastaj pse ne vrikosesh? Jo, nuk ne vrikosesh, se kur të vjet të dera aty, hajde pastaj më thuaj mua, a kam drejt apo s'kam? Që nuk e zgjidh dot. Sepse pastaj shko te avokati dhe thot avokati, partia që votove ti, ta ka bërë këtë gjë. E të jep një cop letër ty të gëzohesh për legalizimin. E fut fare thjesht fadromën te shtëpia. A mos u shqetëson, jo, mos u shqetëson, edhe unë prandaj nuk shqetësohem. Jo, ne se shqetësohemi prandaj bëjmë panele me qytetarëve, se kur nuk i shkon te dera, ai bën komentet e ndryshme. Le të bëj çfarë do shpirti, por e vërteta është kur të vije flaka te dera, pastaj do të çajë tubin me ujin. Po të ketë tubin e të ngec ujë se s'të ka, sepse këtu e 5 dolli rasti tek në Tiranë. Teli helikopteri me të shujt zjarrin, e kupton? 1 kilometër rrugë 30 milion euro. E kupton tani ku jemi edhe flasin e për action. Këtu është Bërnami, ataja, bë kompani tjetër të ndërtoj aeroport. Por zotri, aeroporti ndërtohet në mënyrë të certifikuar nga kompani ndërkombëtare të cilët kanë kualifikime dhe standarde. Si e bëjmë, më shko bëjmë unë edhe ti një kompani të bëjmë tani aeroport. Ku bëhet kjo gjë? Ose bë port. Porti duhet patjetër të certifikuar kompania. Po nuk mundet këtë gjëra. Po nuk mundet. Këtu s'ka meritokraci, fut jetin kadastër, familjen e vet, gjithë shtëpinë e vet ka edhe bën nepotizmin. Më sjell mua një aksion të Spakut që ka futur në burg drejtorët e kadastrës, më të korruptuarit në këtë vend. Ku e ke aksionin? Edhe kanë zyrat afër kadastrës i kanë.
Kanë bërë në përgjim. Zero përgjim. E ta theme plot bidje, populli shqiptar është në përgjigje. Pavlefshmëria akti. Mirë, edhe shesin blejnë, bëjnë namin bëjnë. Si marrë kapën se ake sekuestrojnë telefonat. Për këte pasiguri, për këte hajde diskutojmë një ditë. Pse nuk kanë bërë aksion ata të spaku që më rinë aty që e kanë ngjitur e kanë? Futin në përgjim nga mjesi deri ndaj. Futin në përgjim nga mjesi deri ndaj. Pse se bëjnë? Sepse tundet, leku ose floku ka problem me njëra tjetrën. E qartë. Kam edhe një pyetje të fundit sa i takon zhvillimeve të sotme, por Mari Glenin sot ka qenë mbledhja e grupit Partisë Socialiste në mos zgabojt e Pallati i Brigadave, me qeverinë. Po, mbledhja e përbashkët. E përbashkët. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ke mundur të mësosh? Çfarë është diskutuar? Shko, ose çfarë nuk ka ndodhur? E para herë kjo ka qenë një mbledhje ku nga deputetët e Partisë Socialiste brenda është përshkruar me situatën e kryeministrit Rama, siç nuk ka qenë asnjëherë më përpara sa i përket nivelit të tensionit që ka patur. Pra ka qenë i tensionuar kryeministri, po thua? Pasi ka përfunduar raportimin ministri i jashtëm për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, fillimisht pati një pyetje nga ana e deputetit. Këto të gjitha janë sipas burimeve nga deputetët brenda brenda mbledhjes. Ka patur një pyetje nga Damian Gjiknuri, drejtuar ministrit të jashtëm, në lidhje me raportin e IBAR, se përse nuk është publikuar. Dhe kjo ka revoltuar me njëherë kryeministrin Edi Rama, i cili ka ndërhyrë ende pa e mbaruar, po themi, pyetjen dhe ka thënë që çfarë presim, neve presim që të sqarojmë llumin mediatik, ka cilësuar ai, por edhe median edhe qytetarët, ndërkohë që njerëzit brenda që janë brenda Partisë Socialiste nuk i lë mlefi dhe ligësia e tyre bëjnë të tilla pyetje dhe kërkojnë që të nxisin debate të tilla edhe brenda. E kishte drejt për drejt me Gjiknurin? Me Damian Gjiknurin dhe fill pasi marroi me Gjiknurin, po është kthyer pas sepse kishte Elisa Skëropalin pas, edhe tha siç ka bërë edhe kjo, tha, të cilën 2 herë e kam toleruar deri tani, theu vendimin e grupit për votimin, e tolerova, bëri dhe një mishmash në rrjetet sociale me komente, tha e tolerova, por herën e tretë do të përjashtohesh nëse del jashtë, po them, vendimit e grupit. Do të kishte ndodhur deri më tani, por nuk dua që ty Partia Socialiste t'i ka dhënë të gjitha, ke përfituar çdo gjë nga Partia Socialiste dhe nuk dua që investimi i Partisë Socialiste tek ti të shkojë dëm, i ka thënë zëri Skëropali dhe i ka kërkuar që të reflektojë, por në këto sa po thash unë, nuk ka qenë fjalë për fjalë kështu, sepse mes tyre ka patur edhe shumë fjalë të tjera të cilat kanë qenë me fjalë fyese. Në drejtim të zonjës Skëropali. Të zonjës Skëropali dhe kjo e cila për çudi në fakt ka pas një nënqeshje ironike, duhet të them, dhe i ka kërkuar duke ju drejtuar gjithkohë, domethënë që kryetar qetësoni, i drejtoi kryeministrit Rama dhe ndërkohë kërkonte fjalën për të bërë replikë, çka nuk i është dhënë nga ana e kryeministrit Rama, pra që të mbante fjalën e tij. Pse nuk e ka përjashtuar Ka patur edhe një porosi në fakt që ka bërë habi nga kjo deklarat. I ka thënë kryeministri Edi Rama në fakt që unë pas 4 vitesh nuk do t'jem këtu ku jam, se nuk do të rigjith jetën time këtu, por në qoftë se shkoni me këtë frym që keni deri tani, ajo çfarë ndodhi Partisë Demokratike nuk është asgjë, Partia Socialiste do të bëhet shumë më keq. Kështu që çdo mëngjes që të zgjoni, kapeni atë trëndafilin e Partisë Socialiste, putheni dhe punoni për të mbajtur Partinë Socialiste të Bashkuar, se ndryshe do ta keni shumë më keq. Këto janë fjalë në fakt, fjalë të cilat janë thënë në këtë mbledhje, dhe në mbledhjen e ardhshme sipas atyre çfarë më thanë, është që kryeministri ka kërkuar që të bëjë, po them, një lloj analize sa i përket, po them, aktivizimit të deputetëve, i ka kërkuar që të jenë shumë aktiv në rrjetet sociale, që të jenë në kuadër të propagandës, po them, do bëjnë analizën e kësaj të performancës së tyre dhe më pas
Pritet për të parë se ç'do të Të ndodhë. vazhdojët makineria e mashtrimit që të marrin përsëri vota. Kjo është i gjithë orientimi. Edhe pastaj ajo që thatë ju për 4 vite dhe kështu me radhë, unë mendoj se zoti Rama mendon të certifikoj Partinë Socialiste në pronësinë e tij, sepse ai thotë që vetëm unë jam shpresa në Partinë Socialiste dhe nuk ka asnjë tjetër përveç meje në Partinë Socialiste. Zonja Spiropali, për mendimin tim, po luan një rol shumë të mirë, teatri është shumë i bukur dhe sigurisht Se ti mendon që nuk është rarë gjithë kjo përplasje? Patjetër, sepse ju mendoni se zoti Rama ndonjëherë kur ka ndonjë hatërmbetje do ta presi tjetrin tek salla e Partisë Socialiste ose tek asambleja, e diskriminon direkt e përjashton sa i ka 83 mandate. Kur bënte atëre me Blushin, mos gaboj, edhe me atë Arben Malaj, që i përjashtoi me njëherë dhe nuk pyeti më, kur atëherë ishte keq me mandatet, jo më tani do presi Rama. Zonja Spiropali është ajo sfungjeri që thith gjithë informacionet nga kanale që rrezikoj zotin Rama, ja përcjell zotit Rama në mënyra të ndryshme, por në fund fare aty do të bëhet paqja më e bukur, por çfarë? Me parakushte që në parapasken të luhet një lojë e fortë, në rast se palët me njëra tjetrën bien dakord, sigurisht që do të kemi një marrëveshje, po në rast se nuk bien dakord, sigurisht do ketë një përplasje. Mbetet për të parë, në vazhdim do të jemi këtu për të analizuar dhe për të parë. Faleminderit avokat, faleminderit që ishe në studio. Faleminderit. Ne do shkojmë në reklama, kthehemi për të folur për një tjetër tematik vetëm pas pak.